Përshëndetje miq të Basanja Channel, jemi drejt për drejt nga kompleksi Triumf në 5 Helmës ku pak çastes do startojë një ndeshje miqësore midis Basanjas dhe Llapit U19 nga Podujeva e Kosovës. Goditja, reagon mirë Murat aty. Me shtyllën e parë, tregon të rrezikshëm miq nga Kosova. Kthehet pas Kaçbela, po gjen pasimin tek Leka në hyrje të zonës, mundësia goditjes. Heziton disi Leka, goditja. Vjen pasimi për Azer Shimaj. Kombinon mirë aty me Kaçbela, se Shimaj përballë për tjerë për Kofu, porta po shatisë dhe në rrjet. Shënon Kofu. Aksion me të vërtet cilësor nga ana Basanjas. Pra mirë aty në rastin e parë. Krosimi në zonë për gjetur Shimaj. E gjen e ul topin ai, goditja ti qendrore pret portieri Dervisholli. Goditja e mirë, shmusolli me topin zotërim, në fakt. Të bëra mirë aty ndaj Marshit, fiton hapësira në kanalin e djathtë. Musolli, topin zonë, Murad reagon mirë, duke larguar rrezikun. Kaçbela, topin zonë për Kofu, goditja me kokë, totalisht e gabuar. Uka, goditja ti, qendrore, largon, jo pavarësisht Murad. Kërkon hapësira për të marrë, goditja ti e fuqishme është, reagon mirë Murad. Goditje e rrezikshme e Osmanit. Osmani mervu aty e let goditja qendrore Tokazi. Kaçbela vjen goditja e mbyllet nga Osmani. Goditja e Kaçbeles në momentin e dytë. Devion aty Dervisholli. Gjen pasimin atje për Ukën. Shti shpejt ai, gjithë në zonë goditja dhe kalon ngjitur me shtyllën pingulle të Murad. Momenti më i rrezikshëm ndoshta i gjithë pjesës parë për skuadrën e Llapit. Aliu, me gjenë të këmgulle, se kërpëron ndaj Marshit, topin zonë atje, Murad, mundësia për Llapin, këtohet Jashaj në thësi, vjen Murad dhe mbyll, saksisht aty. Kjo goditje, pra në golit barazimit skuadrën e Llapit. Shimaj, topi mirë atje pas shpine për Kofu, ka hapësira për Sumuesi, Kofu, heq me kokë, Kofu, i të lëbën bukur, Kofu, hapësira goditjes, goditja në rjet, Kofu, triplet e ti. Topi shkëlqyer i Shimajt shfrytëzon në maksimum Kofu hapësirat. Krosin zonë atje, mbyll Shimaj. Lihet pas goditja e rrezikshme e Maqastenës. Shikojmë çfarë mund të sjellë ky moment. Krosimi në zonë shtyen e parë Kofu. Është festival golash nga ana e tij sot. Në rrjet poker për Kofu. Goditje me kokë i gjendur i lirë në mesin e zonës. Shfrytëzon maksimum gjithçka. Shimaj kërpëron atë top, gabimi i lojtarëve të Llapit. Kërkon gjetë thellësi Tomen, në diagonale goditja ti reagon mirë Dervisholli. Krosimi, është për Tomen, goditja ti me kokë. Topi mirë i kolës për Kaçbelen, ka hapësira për sulmuesin. Gjithë ai përballë Dervishollit, ndoshta do të tentojë lavdim personale. Kaçbela në travers. I pa fat ndoshta ditën e sotme, Kaçbela bën gjithçka mirë, por i pa fat. Shimaj ndërkohë, goditja në rrjet. Shënon në fund Azer Shimaj nga një aksion i gjatë, nuk shënon Kaçbela, por shënon Azer Shimaj. Krosin zonë atje, për Jashaj, goditja ti e gabuar. Kodra Liu në krahun e majt. Kërkon gjetë top thellësi atje për Jashaj, është sakt topi për numrin 21. Jashaj, goditja ti, ngjitur me shtyllën pingulle. Dhe vjen këtu vërshëllima përfundimtare e gjyqtarit Kledi Shehu, të cilit i jep fund takimit miqësor Basanja Llapi U19, gjithçka e përfunduar në shifrat 5-0 në kompleksin Triumf në 5 Helmës, autori 4 goleve Kofu dhe një rrjet për Azer Shimaj tek Bushatasit.